Përshëndetje. Unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, edhe pse këtë javë u bë vetëm një, por në përgjithësi bëj në javë, është të hënë të premte, në përgjithësi është në orën 19, në orën 19:30 maksimumi. Gjatë ditëve të hënë bëj parashikimin për ciklin e hënës, për hënën e rozë, hënën e plot, ndërkohë që ditëve të premte bëj parashikimin javor, si fillim flas në lidhje me ndikimet e përgjithshme, pastaj kaloj te të gjitha shenjat me radhë. Pjesën ku flas për ndikimet e përgjithshme, vërtet që do të këshilloja që ta dëgjoni, sepse aty jap edhe ditë specifike që janë më të rëndësishme për ne, si ato që janë më sfiduese, po ashtu ato që janë pozitive dhe mënyrë se si mund të përdoret, si dhe këndet që kanë planetet ose vendoset planetare me dritat gjatë javës, edhe këto janë ndikime shumë të fuqishme që na prekin të gjithëve, prandaj të këshilloj me ngujmë që të dëgjoni atë pjesë, pastaj të kaloni tek ndikimi që është tek ascendenti juaj, nëse e dini detyrimisht, pas asaj të kaloni tek shenja e diellit, pra shenja e zodiakut që keni lindur. Për te këtyre që janë lidhje të drejtë për drejta dhe mund t'i gjeni të nesërmen tek kanali im YouTube-it, kam edhe të paraqitjet e mia në televizion, edhe këto janë ditën e hënë dhe ditën e premte. Ditëve të hëna jam tek kanali Ady CNN dhe tek Report TV, ndërkohë që ditëve të premte jam tek Top Channel. Tek Top Channel ndryshojmë orarin, me shumë mundësi tashmë do të vazhdojmë që të jemi në orën 11, sepse ky ishte një orar i cili duket që kishte më tepër interes në lidhje me astrologjin, ose me horoskopin. Për te këtyre të cilët janë shërbime për publikun, pra janë për ju, kam shërbimet e mia të cilet janë personale, që bën një me ju, dhe shikojnë harta juaj personale dhe në bazë asaj bëhet analiza, mund të gjejmë orën e saktë të lindjes për të gjithë ata që nuk e duan, dhe mund të bëjmë edhe parashikimin për të ardhmen. Këto që po përmend tani, që janë shërbime me pagesë dhe janë shërbime personale për ju, mund t'i prenotoni nëpërmjet WhatsApp-it tim. Kur më shkruani nga WhatsApp-i im, është nënkuptuar që dëshironi që të prenotoni shërbime pagesë. Ndërkohë që të gjitha shërbimet ose informacionet që unë mundem që t'i jap juve, që janë për publikun, pra këto i jap shumë herë më tepër se të gjithë astrologët e tjerë që edhe unë jo të paktën, mundon që vërtet jap informacione që të mund t'i përdorni. Okej, këto janë shërbimet e mia, tash do kalojmë më një herë tek ndikimet që do të kemi gjatë javës në vazhdim. Është java 20 deri në 26 prill. Kjo është një javë që do të kemi 2 kalime planetare. Do të kemi ditën e premte, datën 24 prill, do të kemi kalimin e Venusit tek shenja e Binjakëve. Kur Venusi kalon tek shenja e Binjakëve, nuk mund të them se është një ndikim negativ, përkundrazi mund të na bëj pak më tepër kurioz, kemi më tepër dëshirë që t'i përjetojmë ndjenjat edhe në mënyrë logjike, jemi më tepër kurioz edhe për të kryer kontakte të reja. Kjo mund të përkthehet edhe në të ardhurën materiale të mira, sepse këto kontakte mund të jenë edhe bashkëpunime, të cilat krijojnë kontrata shumë fitimprurse. Duke qenë se gjë më e rëndësishme për ne është persona me të cilët ndihemi mirë kur flasim, pra kur komunikojmë, prandaj edhe Venusi kur është i vendosur këtu mund të ketë edhe këtë ndikim pozitiv, por normalisht që Venusi i vendosur tek shenja e Dëmsit, që është në këtë moment, është shumë më pozitiv sepse është drejtuesi kësaj shenje, dhe më tepër fokusi kryesor në këtë moment është për të kryer një farë begatie në çdo aspekt të jetës. Gjithsesi nuk mund të them që Venusi tek shenja e Binjakëve është negativ, siç e thash, mund të përdoret në atë mënyrë. Ndërkohë që një ndikim tjetër, ky është pozitiv në këtë rast, edhe ky është një kalim tek shenja e Binjakëve, është Urani. Ky do të kaloj ditën e diel në datën 26 prill, do të kaloj tek shenja e Binjakëve, duke qenë se Urani nuk është se ndihet fort mirë tek shenja e Dëmit, edhe pse mund të krijojë një farë nostalgjie drejt të vjetrës. Kjo në të vërtet nuk është se mund të përdoret ashtu siç duhet, madje në disa raste mund të krijojë një farë frustrimi. Kjo mund të kesh edhe një nga arsyet që në këtë moment jemi ndier pak të frustruar, mund të kemi qenë pak më tepër agresiv se çfarë duhet, dhe kur dikush është munduar madje edhe të na ndihmojë, ne mund ta kemi keq kuptuar dhe mund ta kemi ndier pak a shumë si sulm kundrejt karakterit ton. Ndërkohë që me kalimin e Uran tek shenja e Binjakëve, të gjitha këto do të ndryshojnë, sepse fokusimi kryesor tashmë do të jetë tek informacioni, shpërndarja e saktë e tij, dhe gjithë manipulime që mund të ndihemi me temi deri ditën e diel, pas asaj do të jetë shumë më i pakët dhe do të jemi shumë më të qartë në idetë tona. Detyrimisht që shenja që ndikohen më pozitivisht nga kjo është shenja e Binjakëve dhe ajo e Ujorit, duke qenë se Urani është drejtuesi i shenjës Ujorit.
Edhe shenja Demi, duke që se do të shpëtojë nga Urani, i cili nuk dihet mirë tek shenja e tyre. Këto ishin ndikimet të cilët janë të kalimeve planetare. Kemi edhe ditën e hënë, që është pjesa më e rëndësishme. Do të kemi kalimin e diellit tek shenja e Demit. Pra do të filloj shtjellja e Demit, prandaj gëzuar ditëlindjen të gjithë atyre që kanë lindur në këtë shenjë që tani. Kur dielli kalon tek shenja e Demit, është tashmë futemi në fazën ku fillojmë që të kemi më tepër nevojë për stabilitet, ndërkohë që gjatë periudhës kur jemi tek shenja e Dashit jemi më aktiv, vazhdimisht veprojmë. Kur jemi tek shenja e Demit jemi më të qetë, i hedhim hapat më të sigurt. Madje duam të zmadhojmë ato çfarë kemi në përduar. Për këtë arsye, do t'ju këshilloja që duke qenë se jemi dhe me njëherë pas një hënë të re, të programoni mirë se cilat janë gjërat që duhet të smadojmë, apo cilat janë gjërat që duam të fillojmë për që përmendëm në fillim. Ditët të cilat janë goxha të vështira, të vërtet javën në vazhdim nuk mund të them që është një javë shumë e thjeshtë, edhe pse ne si individ mund ta përdorim në avantazhin ton, në të vërtetë ndikimet e përgjithshme duken të vështira. Gjithsesi, një nga ditët që duhet të jemi vërtet shumë të vëmendshëm është dita e Mërkur, duke qenë se pothuajse të gjithë planetet, të gjitha vendosjet e trupave qiellor do të jenë në këndë negative me njëra tjetrën. Kjo mund të thotë edhe një le të themi impulsivitet shumë të lartë, një agresion shumë të lartë, duke qenë se do të vazhdojmë që të kemi shumë vendosje tek shenja e Dashit, duke qenë se dita e Shton dhe dita e Diel do të kemi edhe këndë negative midis Mërkurit dhe Jupiterit. Kjo do të thotë që vërtet mund të flasim pa u menduar fare. Dhe mbi të gjitha mund të shkaktojmë vërtet shumë dëme në qoftë se nuk jemi të kontrolluar në përdorimin e ato mjeteve, në përdorimin e telefonave e të tjerë, duke qenë se do të vazhdojmë që të jemi në ndikimin e një manipulimi shumë të lartë. Për të gjithë ata që më ndjekin nga Instagrami, mund ta kem parë që bëra një postim në histori më thash. Më kishte ardhur një mesazh që të prekja një link të caktuar për të vajtur një vend për të verifikuar të tjerë për të marrë një paketë që më kishte ardhur, që në të vërtet unë isha me fat sepse unë s'është se porosis në një gjë online. Prandaj dhe kuptova më njëherë që ishte diçka linke për manipulim, prandaj do të këshilloj të gjithëve që numra që nuk i njihni, patjetër të qëndroni larg, të mos i prekni e të tjerë. Mesazheve mundësisht mos ju ktheni përgjigje, numrave të tjerë bëni blok direkt. Dhe edhe në qoftë se vinë mesazhe nga persona që i njihni, sepse tashmë me sa di unë kanë filluar që t'i kopjojnë edhe numra që mund t'i keni të regjistruar në telefonin tuaj, do t'i këshilloj që të merrni në telefon personin përkatës dhe ta pyesni se çfarë është ai numër që ju ka dërguar ose çfarë është ai link që ju ka dërguar. Këto janë disa trike, domethënë, që do të këshilloj që t'i merrni parasysh gjatë gjithë kësaj jave. Është java e fundit ku jemi shumë të hapur ndaj manipulimit, pas asaj do të vinë në zbutje. Dhe do ta kuptojmë shumë më mirë edhe ne si individ, se çfarë do bëjmë dhe çfarë mos bëjmë, sepse siç e thash do të jemi shumë më të qartë në idetë tona. Javës në vazhdim do të jetë efektiv gjatë gjithë javës, është këndi negativ midis Diellit dhe Plutonit. Ky është një kënd i cili na prek të gjithëve, duke qenë se na fut pak a shumë në rolin e viktimës, jo na fut në rolin e viktimës, por vërtet mund të jemi shumë më të hapur ndaj problemeve, ndaj aksidenteve, në disa raste, duke qenë se agresiviteti mund të jetë shumë i lartë, mund të dëmtojmë në mënyrë të dukshme njëri tjetrin. Prandaj dhe të gjithëve do t'ju këshilloja që çdo gjë ta thoni me vetë dijet të plot, sepse të gjithë personat mund të jenë vërtet shumë të frustruar gjatë gjithë javës në vazhdim dhe mund të kemi reagime të cilat janë të pashëndetshme. Prandaj dhe që të ulim tensionin me njëri tjetrin, në dialogjet me njëri tjetrin ka shumë rëndësi. Ditët të cilat do të jenë edhe më të ndikuar është fundjavë e ardhshme, pra dita e Shtunë dhe Diel, data 25-26 prill, prandaj ju lutem të jemi edhe më të kujdesshëm. Pak më tepër që nga data 23 deri në datën 26 prill do të jenë disa ditë të cilat janë shumë të vështira, sepse do të kemi edhe Venusin te grada e fundit e shenjës së Demit, edhe Urani do të jetë aty. Kjo do të thotë që kemi vërtet kriza shumë më të mëdha në shoqëri, prandaj të jemi të vëmendshëm, të jemi të vetëdijshëm dhe të përmbajtur ka shumë rëndësi gjatë gjithë javës në vazhdim. Tani po kalojmë një herë tek ndikimet që do të kemi tek shenjat. Kjo është një javë e cila ka ndikime shumë të fuqishme tek të gjitha shenjat. Shenja e Dashit do të ketë ndikime shumë dominante, duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenja juaj. Por Dielli tashmë do të ketë kaluar tek shenja e Radhës, që është ajo e Demit, do ta ndjejmë këtë ndikim që nga dita e hënë
pra pothuajse më njëherë që përpara lindjes së diellit do të jetë ky sindikim. Prandaj dhe të gjithë ne do të jemi shumë më të fokusuar për të kryer një stabilitet ekonomik, por ju do ta ndjeni edhe më tepër. Duke qenë se jeni shumë impulsiv në këtë moment, jeni shumë aktiv, më të them, edhe mendja është aktive, edhe mënyrë se si bëni gjërat, jeni shumë të përshpejtuar në çdo aspekt të jetës. Detyrimisht do të këshilloj të jeni disi më të qetë, të jeni pak më të sigurt, ju jeni më të hapur se të gjitha shenjat e tjera pothuajse ndaj manipulimeve, sidomos në lidhje me harximet materiale, prandaj do të këshilloj të jeni të vëmendshëm se ku investoni në këto momente, të bëni harxime pa kriterë, të pa këshillueshme sepse më vonë mund të pendoheni, prandaj dhe që të jemi më të sigurt për gjatë javës në vazhdim, këtë javë vërtet që të këshilloj që të planifikoni mirë. Në qoftë se dëshironi që të firmosni një kontratë, në qoftë se dëshironi që të krijoni diçka të re, qoftë ky projekt i ri për të ardhur materiale, qoftë lidhje sentimentale, java që vjen do t'ju sqaroj shumë në idetë tuaja. Në këto momente kemi filluar të marrim disa kthjellësime, duke qenë se Merkuri ka kaluar tashmë te shenja juaj, por gjatë javës në vazhdim do ta kemi edhe më të thjeshtë sepse do të jemi në fazën ku gjithçka del në sipërfaqe. Për këtë arsye e keni shumë më të thjeshtë dhe të vendosni. Për sa përket çështjeve sentimentale, jemi në një periudhë ku të gjithë ne duam që të kemi diçka stabil, ku të ndjehemi mirë, pra edhe marrëdhënie në çift, edhe për ju kjo është një ndër ndikime më të rëndësishme, por nga ana tjetër, përveç kësaj jeni edhe persona që jeni shumë realist në këto momente, sepse keni të vendosur Saturnin tek shenja juaj dhe kjo ju bën persona me këmbë në tokë, pavarësisht impulsivitetit që keni dhe jeni dhe shumë përgjegjës për jetën që dëshironi të jetoni, prandaj edhe vendimet që i merrni të vërtet i merrni shumë të drejta. Siç e thash, mjafton që t'jeni pak më të qetë dhe gjërat po dalin sipërfaqe, e keni shumë më të thjeshtë të veproni në bazë të tyre, pak më tepër që do të merrni edhe një ndihmë vërtet shumë të madhe gjatë gjithë javës në vazhdim. Gjithsesi, fundjava e ardhshme do të bëhet problematike në qoftë se nuk merrni masa në lidhje me automjetin tuaj. Prandaj edhe përpara se të dini një udhëtim të gjatë, bëhet fjalë gjithmonë për javën në vazhdim, pra datën 25-26 prill, do të këshilloj të kontrolloni automjetin tuaj në qoftë se keni për të dalë një udhëtim të gjatë. Kjo është vetëm gjë. Okej, këto është ndikimet, dhe në lidhje me shëndetin, kjo hënere prek goxha, që ishte sot, prek të goxha shëndetin fizik, tek të gjithë ne, dhe duke qenë se për ju, do më thënë ndikimi drejt për së drejt tek ana fizike, do të këshilloj që t'jeni edhe më të vëmendshëm, dhe nëse keni qoftë edhe simptome më të vogël të shplodheni, sepse në këto momente vërtet që mund të prekemi në këto aspekte. Pra, por ju është edhe më ndjeshme. Okej, shenja e Demit, duke filluar nga hëna, dielli do të jetë tek shenja juaj, gëzuar edhe një herë ditëlindjen, të gjithë atyre që kanë lindur në këtë shenjë. Është vërtet një javë shumë e furishme për ju. Do të kemi 2 kalime planetare, të cilat janë në këto momente të vendosur tek shenja juaj, do të kalojnë tek shenja e Radhës, që është ajo e binjakëve. Dhe dielli, siç e thash, do të fillojë tek shenja juaj ditën e hënë. Prandaj dhe epiqendra e gjithë javës në të vërtetë jeni ju. Për fat të mirë, të 2 këto kalime planetare, pra Venusi edhe Urani, do të kenë kënde pozitive. Prandaj dhe ajo çfarë mund të ndodhte, më e keqja që mund të ndodhte, është shumë e zbutur në këto momente. Kemi edhe mundësi reagimi nëse ndodh diçka e papritur, sepse Urani sjell gjithmonë të papritura në jetën tonë. Kjo është edhe një nga arsyet më të rëndësishme që faktikisht, edhe pse mund të dalin të papritura, duke qenë se kemi mënyrë për të reaguar, të gjitha këto mund të përkthejnë në diçka pozitive. Në përgjithësi, ky pozitivitet do të vinë në të ardhët materiale sepse ndihemi më të sigurt. Por, duke qenë se trysnia që ndjem nga jashtë është vërtet shumë e madhe, edhe për ju mund të kemi atë tendencë që veprojmë në mënyrë shumë impulsive. Që ta përdorim çdo gjë ashtu siç duhet ka rëndësi, pra çdo element duhet vendoset në vendin e tyre dhe këtë keni aftësinë për ta bërë në mënyrë pak a shumë intuitive. Problemi vetëm që mund të keni është se doni të bëni gjërat pothuajse më njëherë, jeni të lodhur dhe siç e thash mund të ndjeni një trysni nga jashtë e cila vazhdimisht është një farë kërkese që vjen tek ju nga gjithë personat që keni rreth rrotull. Prandaj si fillim do t'i këshilloj që të zgjidhni një problemet tuaja, pastaj të kaloni tek problemet që mund të kenë njerëzit që ju vinë rreth rrotull. Në përgjithësi në këto momente kemi zhvillime në lidhje me të ardhur materiale, siç e përmend edhe një herë, por në mënyrë që të filloni që të ndjeni këto zhvillime në të ardhur materiale, do të zgjidhni një probleme që po dalin në këto momente në skenë. Të gjithë javës në vazhdim do të vazhdojmë që të ndjejmë këto në mënyrë që
të kemi pak a shumë një terren të pastër ku të ndërtojmë edhe themelet e shtëpisë tonë. Është shumë pozitive si periudhë, edhe pse duket e lodhshme, që është e lodhshme, ti jemi realist. Në lidhje me shëndetin fizik, ju jeni një ndryshënje që mund të ndikojnë më tepër, sepse kjo hënëre ju ndikonte. Kishte një ndikim vërtet shumë të fuqishëm edhe tek bota e brendshme, prekte shumë edhe në lidhje me armiqësitë, madje mund të jeni përballur edhe me thashëtheme të shumta në ambientin rreth e rrotull, që ju ka treguar se cilët janë miqtë tuaj të vërtet. Ky është një ndikim pozitiv, detyrimisht, por nga ana tjetër normalisht që është e lodhshme. Dita e shtunë dhe e diel për ju do me thënë ditë të cilat këto lloj ndikimesh mund të ndjen edhe më tepër, pra përballje me persona të cilët nuk jo kanë me të mirë. Madje në dukje mund të jenë persona që ju bëjnë lajka, por në të vërtetë mundojnë që t'ju prishin punë. Prandaj që të qëndrojmë një hap më mbrapa, të jemi më të qetë, të mos reagojmë kundrejt situatave të ndryshme, është shumë e rëndësishme, sepse falë kësaj do të keni më tepër mundësi që të merrni masa. Të qëndrojmë më stoik ka rëndësi gjatë gjithë javës në vazhdim. Pra, ky do të jetë pak a shumë motoja juaj. Këtë javë jeni stoik, të mos reagoni, të shikoni, të analizoni mirë situatën dhe pastaj të veproni. Në përgjithësi kemi fokusim siç e thash tek të ardhurat materiale, por gjatë kësaj jave duhet të fillojnë ato gurët themelor dhe të spastroni mirë ambientin. Shenja e binjakëve, ju jeni një ndër shenjat e cila ka ndikime pozitive në këto momente, duke qenë se keni marrë një farë brulli. Mërkuri është përshpejtuar, kjo hënëre në të vërtetë spastrojnë nga jeta juaj të gjitha tematikat problematike, somos personat të cilët kanë prishur punë në marrëdhëniet tuaja personale, në lidhjet sentimentale, kanë dalë në skem. Prandaj dhe jeni më të qartë në idetë tuaja. Edhe nëse keni qenë ju për shembull personi që keni prishur ose jeni vetë sabotuar, të filloni që ta perceptoni. Është ndikim shumë i madh pozitiv dhe fakt kësaj mundeni të tani gradualisht të ndërtoni jetën tuaj më pozitivisht. Gjatë fundjavës së ardhshme, që është dita e shtunë dhe e diel, pra data 25 dhe 26 prill, kemi një ndikim që mund të përballeni me probleme të cilat vijnë nga shoqëria ose rrjethi social. Prandaj dhe do t'ju këshilloj që t'jeni shumë më të vëmendshëm përpara se t'jepni fjalën për diçka, sidomos në lidhje me udhëtime, duke qenë se mund të tejkaloni buxhetin tuaj, gjë që mund të shkaktojë edhe dëme të rëndësishme në marrëdhëniet tuaja personale, pastaj sepse mund të krijojë edhe sherrë dhe grindje nga kjo arsye. Ndërkohë që kjo është e vetmja gjë që duhet jeni të kujdesshëm. Pse e themi këtë? Në përgjithësi për shenjën e binjakëve në këto momente kemi një rritje konstante, kemi realizimin e ëndrave dhe të qëllimeve tuaja. Pak më tepër që pastruar mirë jeta jo nga problemet dhe tashmë jemi futur në fazën ku mjafton thjesht jemi të vëmendshëm se ku e hedhim këmbët, i dim se ku i kemi vendet, pra që duhet t'i vendosim gjitha elementet që po hyjnë në këtë moment në jetën tonë, sepse është periudha ku do të filloni që të realizoni atë çfarë keni planifikuar. Kjo fundjavë, pra data 18-19 prill, është ideale për të planifikuar hapet që do të jetin në vazhdim, ndërkohë që duke filluar që nga dita e hënë tutje, duke qenë se edhe hëna do të jetë vendosur tek shenja juaj, pak më tepër do të ketë një kënd pozitiv edhe me Plutonin, i cili është vendosur në këtë moment tek shenja ujor, të jepë juve një këndvështrim shumë më të gjerë dhe më të drejtë të botës, dhe keni aftësinë si rrjedhoj që ta përdorni çdo gjë sipas vendit të saj. Në lidhje me çështje sentimentale, jeni një nga shenjat e cila jeni favorizuar, nëse dëshironi të ndërtoni diçka në këtë moment, do t'ju këshilloja nëse jeni në një lidhje afatgjat, siç e thash, duke qenë se kemi spastrimin e të gjitha problemeve, në këtë moment jemi në fazën ku kulminohen këto lloj tematikash, pak më tepër që edhe ju jeni persona që në këto momente mund të prezantoheni me personën tuaj të jetës, për gjithë ata që nuk janë në një lidhje, pra bëhet fjalë. Okej, shenja e gafores, java në vazhdim do të thotë rritje e hënës, pra hënësa vjen dhe do të jetë duke u rritur. Dita e cila është shumë pozitive është dita e Mërkur, faktikisht, sepse hëna është e vendosur tek shenja jon, por është edhe problematike duke qenë se një të hënë do të ketë kënde negative në pothuajse të gjithë planetet. Prandaj duhet të jemi shumë të përgjegjshëm dhe të vetëdijshëm për çdo hap që hedhim. Tonë se energjia është duke u rritur, duhet të jemi të përmbajtur dhe të jemi të sigurt për çdo hap që do të hedhim. Dita e hënë e martë do të thotë një intuit vërtet shumë e lartë. Mund të marrim një ndihmë vërtet shumë të madhe nga të gjithë personat që kemi rreth rrotull për të na sqaruar mirë situatën ku ndodhemi ose ambientin ku ndodhemi.
Para kësaj do të kemi edhe më tepër aftësi që të bëjmë bashkëpunime shumë fitimprurse. Në këto momente, në qoftë se bashkëpunojmë me të tjerë, shenja gaforëse ka aftësinë që të krijojë një të ardhurë materiale të mira, të krijojë një farë stabiliteti ekonomik, të krijojë një ambient ku ndihet mirë, të socializohemi, kjo ka shumë rëndësi në këto momente për shenjën gaforës, duke qenë se futemi në fazën ku shoqëria në përgjithësi sjell në jetën tonë të gjitha gjërat që ne na nevojiten, si partner, po ashtu edhe të ardhurë materiale, realizimin e projekteve që mund të kemi në mendje dhe po ashtu dhe në lidhje me rritjen e karrierë është e vlefshme edhe ndihma që vjen nga shoqëria. Për sa i përket shëndetit, duhet jemi të kujdesshëm në këto momente, ndonse energjia është duke u rritur, këtë energji mund ta shpërdorim duke qenë se kemi shumë vendosur tek shenja e zjarrit. Dhe domethënë që pasioni që ndjejmë për brenda mund të na shtyjë në veprime të gabuara, gjë që na duhet pak kohë për ta mbledhur veten pastaj. Dhe kjo do të thotë shpërdorimi i dukshëm i energjisë. Pra po e themi në këtë mënyrë, prandaj dhe të jemi të kujdesshëm, të jemi të vëmendshëm në çdo atë që hedhim ka shumë rëndësi në mënyrë që të mos prekim në anën fizike dhe të jemi të kujdesshëm dhe në atë çfarë konsumojmë. Duke filluar nga dita e sotme e tutje, mund të futemi në periudhën ku të krijojmë tashmë rutina të reja të shëndetshme. Kjo bëhet fjalë më tepër në lidhje me aktivitete fizike. Dhe tjetër që është edhe shumë e rëndësishme, që të fillojmë gradualisht të ndërtojmë një rritje, si më themi, të krijojmë diçka, një farë rutine, pra që të zhvillojmë si në diapazonin tonë në mënyrë si perceptojmë botën, po ashtu dhe të zgjerojmë një uri tona, ka shumë rëndësi, sepse në këto momente kemi aftësi vërtet shumë të mëdha për të rritur në karrierë. Çfarë do lloj karriere që të jemi, duke qenë se në këto momente mund të shkëlqejmë, pra të jemi të suksesshëm. Shenja e luanit në këto momente ka një ndikim shumë të fuqishëm. Kjo hënërë është shumë e rëndësishme, duke qenë se një hënërë tek shenja e dashur për shenjën e luanit, domethënë fillimi i një periudhe ku lulëzon ose shkëlqen në mënyrë të themi. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm për sa e përket të ardhurë materiale, kemi një perceptim shumë të mirë se ku kemi penguar veten tonë, ku kemi sabotuar më të themi veten tonë, si rrjedhoj e besimeve të gabuara ose fanatizmave në disa momente, sepse kemi zgjerimin e komplet të perceptimit tonë, kemi komplet zgjerimin e perceptimit tonë, prandaj dhe kemi dhe një aftësi vërtet shumë të madhe për të krijuar diçka të re shumë më të shëndetshme për të krijuar jetën që ne dëshirojmë. Pra, në këto momente që të trajnohemi apo të udhëtojmë, të krijojmë një rrjet social më të gjerë, na ndihmon vërtet shumë, madje do ta këshilloja sepse fare kësaj do të kemi edhe një çlirim vërtet shumë të madh, sepse do të dimë se ku ta harxojmë energjinë tonë, pak më tepër mund të marrim edhe një ndihmë shumë të madhe për këtyre një lloj siç ishte tek shenja e gaforës. Por për shenjën e luanit në këto momente kemi një zjarr vërtet shumë të madh, një pasion vërtet shumë të madh të jetës dhe pak më tepër që nuk kemi më pengesa, sepse siç e thash, hënëri na i hoqi këto pengesa nga jeta jonë. Në lidhje me shëndetin fizik është një shenjë e ndikuar sepse kemi një element zjarri shumë të lartë në këto momente, por në qoftë se thjesht jemi të tokëzuar, kemi shumë të thjeshtë që ta bëjmë këtë tokëzimin, e dimë se të gjithë si ta bëjmë, pak më tepër shtatë një zhngorur dhe kohë, mjafton që të ecim zbathur, është shumë e thjeshtë. Në lidhje me çështje sentimentale, është një nga periudhat më pozitive që ekziston në këto momente, duke qenë se kemi një vendosje tek shenja e ujorit, i cila automatikisht pothuajse krijon lidhje sentimentale afatgjata. Krijon martesa, krijon fëmijë për gjithë ata që dëshirojnë që të bëjnë familje, është një vendosje vërtet shumë pozitive dhe mbi të gjitha shton shumë edhe begatin. Pra në momentin që ne krijojmë një marrëdhënie afatgjat, na rritet shumë begatia. Dhe si rrjedhoj ndihemi shumë më të suksesshëm, ose më themi krijojmë më tepër sukses, prandaj edhe ndihemi shumë më të vlerësuar edhe nga vetia jonë, edhe nga ambienti që na rrethon, prandaj edhe për shenjën e luanit, domethënë një periudhë ku ndihet i lumtur në çdo aspekt jetës, mjafton që përsëris jemi të kujdesshëm në lidhje me shëndetin fizik dhe të tokëzohemi. Në qoftë se kemi probleme gjatë kësaj jave në lidhje me karrierën, është shumë e thjeshtë që t'i zgjidhim ato, madje fare kësaj të bëjmë më tepër në sy. Ka qenë një periudhë gjatë kjo, gjatë gjithë periudhës që urani ka qenë te gradat e fundit të shenjës së demit, që ka filluar nga data 6 prill, do të vazhdojë deri në datën 26, por pothuajse 20 ditë, ku nëse zgjidhni problemin, bëjmë më tepër në sy dhe si rrjedhë rritemi shumë në karrierë, prandaj do të këshilloj të vazhdoni që ta përdorni edhe gjatë gjithë kësaj jave. Shenja e Virgjëreshës është një shenjë shumë e ndikuar në këto momente,
Arsyeja e kësaj është se kemi nyen jugore të hënës të vendosur tek ju. Ju dalin sfida në jetë në mënyrë që ju të zgjidhni dhe të krijoni stabilitet ekonomik. Në këto momente keni aftësi për të ndërtuar, ose më tepër për të akumuluar. Por në qoftë se nuk jeni të qartë një ide, ose në qoftë se nuk jeni përzgjedhës me më të themi, ashtu siç duhet, tek njerëzit, tek situatat që mbanin në jetën tuaj, vërtet që jo që nuk mund ta përdorni, por edhe mund të dëmtoni veten tuaj. Prandaj që të jeni shumë përzgjedhës me personat që mbanin në këto momente në jetën tuaj ka shumë rëndësi. Këtu vetë flasin në lidhje me shoqërinë, po ashtu edhe me ndoshta persona me të cilët keni bashkëpunime, edhe me familjarët tuaj, në qoftë se ata ju marrin shumë më tepër kohë se çfarë duhet dhe nuk ju lën kohë që të punoni ose të fokusohen tek puna që po bëni, tek karriera juaj e të tjerë. Kjo do të thotë që është një periudhë në të cilën nuk do të mundi ta shfrytëzoni pak më tepër që vazhdimisht ju dalin pengesa nëse nuk jeni në rrugën e dur. Kjo në një farë mënyrë mund të bëhet edhe si tregues, sepse pengesat ju dalin vërtet aty ku nuk duhet të jeni. Nëse jeni në rrugën e dur, në përgjithësi merrni ndihmë. Kjo ndihmë në përgjithësi ju vjen në formën e partnerëve të cilët ju ofrojnë diçka, partner biznesi, partner sentimental, dhe këta në përgjithësi vijnë nëpërmjet shoqërisë, sepse shoqëria në këto momente është pika ku ju mund të mbështeteni, madje do të këshilloj që ta zgjeroni sa më tepër që të jetë e mundur, sepse rrjeti social vazhdon që të jetë pika ku ju vazhdoni që të merrni pak a shumë forcë jetësore, pra forcën e jetës vazhdoni që ta merrni nga shoqëria. Është një javë në të cilën do t'ju duhet që të ndërtoni. Është një javë shumë pozitive në lidhje me bashkëpunime, duke qenë se në këto momente edhe Mërkuri ka kaluar tek shenja e Dashit, dhe kjo do të thonë janë shumë të qartë në idetë tuaja, dinë se si t'i bëni këto marrëveshje dhe komunikime shumë më tepër efikas. Problemi i vetëm që mund të ekzistojë në këto momente vjen nga familja pak a shumë dhe nga shtëpia, ku duhet jeni shumë përzgjedhës në kohën që harxhoni. Pra nuk duhet ta tek kaloni masën me zgjidhjen e problemeve që kanë të tjerë, duhet fokusoni më tepër tek jeta juaj dhe tek vetja juaj, ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, lidhjeve afatgjatës të mos, kjo mund të jetë pak e kundërta, sepse kemi një pasion shumë të lartë në këto momente, do të këshilloj që ta përdorni për të tejkaluar problemet nëse ekzistojnë brenda lidhjes. Dhe jemi edhe në periudhën ku kemi një pasion vërtet shumë të lartë edhe karshi jetës, gjë që mund të thotë edhe fillime të reja shumë më tepër pozitive, pak më tepër siç e thash që bashkëpunime në këto momente ju bëjnë mirë. Pra çfarë do lloj bashkëpunimi, qoftë ky sentimental, qoftë edhe material, do të jenë vërtet shumë efikas gjatë gjithë javës në vazhdim. Dita e cila është shumë pozitive në lidhje me karrierën, madje vërtet që do të këshilloj që ta përdorni dita e hënë dhe martë, fokusoheni këtu sepse do ta keni shumë më të thjeshtë të shikoni e ku ka qendruar problemi dhe ku e keni penguar veten tuaj në mënyrë që të ecni sa më tepër që të jetë e mundur. Shenja e Peshorës. Për shenjën e Peshorës në këto momente kemi ndikime pozitive, më së fundi fillojmë futemi në një periudhë ku në përgjithësi ndikimet i kemi pozitive, pak më tepër kur edhe Venusi do të kalojë te shenja e Binjakëve, pavarësisht se siç e thash ndihet më mirë tek shenja e Demit, duke qenë se do të ketë kënd pozitiv me shenjën e Peshorës. Për ju është ndikim pozitiv. Duke qenë se spastruam shumë probleme, ose më thënë perceptuam shumë mirë probleme që ekzistonin në marrëdhëniet tona. Të gjitha llojet e marrëdhënieve, si ato personale, pra sentimentale, po ashtu dhe familjare, në lidhje me shoqërinë, ku e kemi tepruar, ku nuk kemi qëndruar besnik asaj çfarë ne është më shëndetshme për ne dhe çfarë na nevojitet. Tashmë jemi shumë herë më efikas në lidhje me këto tema, sepse jemi më të prerë, dhe jemi më të qartë edhe me veten tonë, prandaj dhe e kemi shumë herë më të thjeshtë që pas kësaj të ndërtojmë lidhje të shëndetshme. Shenja e Peshorës në këto momente në të vërtetë është një nga shenjat më të favorizuara, edhe pse ka shumë sfida, sepse më duhet ta pranoj që ka shumë sfida, është një nga shenjat që vërtet ka një favorizim vërtet shumë të madh, sepse mund të ketë zhvillim shumë të madh në karrierë, pak a shumë shkëlqen, ka një lloj ndikimi i cili e shtyn përpara dhe bie shumë më tepër në sy. Si nga prorët, po ashtu edhe nëse ju jeni person që jeni, le të themi, drejtuesi ose pronari i një vendi të caktuar, në këto momente keni mundësi që të rriteni shumë, të zhvilloheni shumë dhe pak a shumë të kalojnë në disa dimensione të reja. Për shembull, persona mund të kalojnë edhe në dimensione që kenë bashkëpunime jashtë shtetit, ose të hapin edhe të zgjerojnë edhe më tepër, që do të thotë të ardhur materiale vërtet shumë të mira, sepse në këto momente Shenja e Peshorës është një
periudhë ku mund të krijojnë atë bazamentin e domosdoshëm për të pasur jetën që ju dëshironi. Dhe në mënyrë që, të themi, të mund të ndihmoni edhe njerëzit që keni rreth rrotull, sepse një nga ndikime më të rëndësishme që ka në këto momente kjo periudhë është që ne të bëhemi persona, individ, të themi, të shëndetshëm në mënyrë që të shërbejmë shoqërisë dhe për ju kjo është edhe më e vlefshme. Pra, e gjitha ajo çfarë po derdhet në këto momente për ju është në një farë mënyrë që ju të mund ta shpërndani pastaj në ambientin që keni rreth rrotull. Kjo vjen në përgjithësi në ndihmën e partnerëve tuaj, një lloj siç ishte edhe tek shënjë Virgjëreshës apo edhe tek shënjë Luanit, dhe kemi edhe ndikime për këtë arsye të krijimit të disa dinamikave të reja, siç e thash, jemi më të shëndetshëm në këtë pikë për të ndërtuar këtë lloj dinamika sepse kemi mësuar, jemi më të drejt për drejt, edhe në atë çfarë kërkojmë, edhe mënyrë se si e komunikojmë këtë si gjë. Prandaj dhe kemi dhe aftësinë që të ndërtojmë diçka shumë më tepër reale. Të gjitha këto përkthehen në një sukses vërtet shumë më të madh dhe mbi të gjitha përkthehen edhe në një periudhë ku ju mund të ndërtoni familjen tuaj. Këtu kemi një rëndësi vërtet, kemi një ndikim, të themi, shumë më të fuqishëm për sa i përket krijimit të lidhjeve sentimentale, duke qenë se kjo hënërë që ishte sot, do të thotë edhe fillimet të reja. Por natyrisht do të thotë edhe mbarimin e lidhjeve të cilat janë problematike. Këtë e kemi ndjerë të gjithë. Shenja e akrepit. Në këto momente kemi një ndikim shumë të fuqishëm në lidhje me shëndetin fizik. Këtë përmend dhe sot kur isha tek Top Channel, po përsëris tani sepse është një shumë e rëndësishëm. Shenja e akrepit duhet të jetë shumë i vëmendshëm në lidhje me shëndetin, madje duhet të ketë një rutinë të hekur nëse nuk dëshiron që të preket, sepse çdo ndikim në këto momente e prek në mënyrë të dukshme komplet sistemin imunitar dhe kjo mund të pengojë shumë në jetën e përditshme. Pra, mund të na pengojë pothuajse në çdo aspekt të jetës, por në të kundër, pra nëse jemi të kujdesshëm, të themi, tek shëndeti jon fizik, kemi aftësi vërtet shumë të madhe në këto momente që të ndërtojmë. Jemi shumë më tepër praktik dhe efikas në çdo gjë që bëjmë, kemi një krijimtari vërtet shumë të lartë dhe një pasion shumë të lartë për jetën dhe ky pasion në të vërtetë përkthehet pothuajse menjëherë, pra automatikisht në ndërtimin e diçkaje. Prandaj, në qoftë se jemi të kujdesshëm dhe e shfrytëzojmë këtë energji që është në këto momente, kemi aftësi për të ndërtuar lidhje, për të ndërtuar të ardhur materiale, për të ndërtuar shtëpi, pra banesën, për të gjetur banesën ose shtëpinë njerëzit që ne dëshirojmë që të ndërtojmë diçka. Dhe mbi të gjitha për të ndërtuar një rrjet social, më themi, ku mund të kthehemi sa herë që kemi nevojë. Shenja e akrepit në këtë moment është duke lulëzuar në të vërtetë, sepse është në fazë ndërtimi, edhe pse ka probleme, sepse detyrimisht çdo fazë e tillë rritje ka probleme, kemi një aftësi vërtet shumë të madhe për të zgjidhur këto, sepse kemi një mendje vërtet shumë efikase në këto momente. Në lidhje me çështjet sentimentale, lidhjet aktuale, të themi, në qoftë se janë problematike, arsyeja vetme që janë problematike është që ne të gjejmë zgjidhje të tyre, të perceptojmë ku është ana e dobët e këtyre marrëdhënieve në mënyrë që të përforcojmë ata, por nuk janë për t'i mbaruar, përkundrazi janë për t'i përforcuar në mënyrë që ne të gjejmë një rrugë që të jemi të dyja palët shumë më të lumtur. Kjo është e vlefshme edhe në lidhje me çështjet materiale, në lidhje me partnerët e biznesit, por më tepër është në lidhje me çështjet sentimentale. Kemi një aftësi vërtet shumë të madhe në këto momente për të ndërtuar partnerëtit e afatgjata dhe për të rregulluar, siç e thash, ato që janë aktuale. Ndërkohë që në lidhje me karrierën, shenja e akrepit në këto momente, duke qenë se siç e thash, është duke ndërtuar jetën e tij, është në një fazë ku mund të shkëlqejë në mënyrë të dukshme. Pak më tepër që gjatë gjithë javës në vazhdim, sidomos dita e premte, duket edhe më efikase në lidhje me zgjidhjen e problemeve aktuale për zhvillimin në karrierë ose për ecjen përpara në karrierë. Në qoftë se ne nuk kemi ditur se cili është hapi që duhet të hedhim në vazhdim, ose në qoftë se ne kanë dalë probleme, në qoftë se ka pasur persona që na kanë penguar, kjo hënërëqisht e sot na bëri që të kuptojmë shumë mirë se cilët janë këto persona që na kanë penguar dhe pas kësaj kemi të mundësinë, duke filluar nga dita e premte e tutje në përgjithësi, do të jetë pas datës 27 prill, që ne të fillojmë që të zgjidhim këto probleme. Jemi shumë të efikase, siç e përmendëm, mjafton që të duam që të zgjidhim këto dhe kushtin për ripërsis është që të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin fizik. Kemi rutina të rrepta ose të hekurta. Ka shumë rëndësi në këto momente. Shenja e shigjetarit është shumë e ndikuar në këto momente, duke qenë se kemi shumë vendoset tek shenjat e zjarrit dhe pak më tepër gjatë javës në vazhdim do të kemi edhe një kënd negativ
të Jupiterit që është drejtuesi juaj me Mërkurin të vendosur tek shenja e dashit. Kjo do thotë që kemi fat, por do të jemi shumë të aftë për të perceptuar nëse ky fat është për të mirën tonë apo nuk është për të mirën tonë. Çfarë do të thënë kjo? Do të kemi shumë mundësi që do të hyjnë në jetën tonë. Do të kemi shumë oferta, mund të kemi edhe persona, pothuajse njerëz mund të vinë 3-4 persona të cilët na pëlqejnë dhe nuk do dim se këtë zgjedhim. Prandaj do të jemi shumë të qartë se çfarë neve na duhet, çfarë është më shëndetshme për ne dhe të mos vjen për atij entuziazmi që po ndijmë në këto momente. Por që nëse kemi një zhvillim vërtet shumë të madh, kemi një fat ose mundësi të shumta që në këto momente në jetën tonë, mund të jemi shumë më tepër euforik se çfarë mund të jetë për të mirën tonë. Prandaj të jemi disi më të qetë, të jemi më të përmbajtur dhe të bëjmë gjërat me moderitet, ka më tepër rëndësi. Dita e hënë dhe martë janë 2 ditë në të cilën hëna do të jetë vendosur tek shenja e binjakëve dhe do të kemi edhe disa ndikime në të vërtet pozitive. Duke qenë se e njëjta hënë, sidomos ditën e hënë do të ketë edhe një kënd pozitiv me Saturnin dhe me Neptunin. Kjo do të thotë që mjafton që të jemi të qetë, të mendojmë mirë përpara se të veprojmë, do të kemi aftësi për të ndërtuar lidhje sentimentale shumë herë më të shëndetshme, të kryejmë partneritete mbi të gjitha, të cilat na shërbejnë për të krijuar një farë balance të re, e cila na ndihmon për të qenë të suksesshëm në karrierë, po ashtu edhe për të pasur të ardhmë materiale vërtet shumë të mira. Është një periudhë për shëndet shigjetare që ka një rritje vërtet të madhe, kolosale, sepse siç e thash, ka shumë mundësi që po hyjnë në këto momente në jetën tuaj, pak më tepër që jeni edhe kreativ edhe vetë. Kjo detyrimisht ju bën një ndër shenjat të cilat ka pak a shumë një furi shumë të madhe të mundësive që në jetën tuaj, prandaj edhe keni dhe aftësinë që të ndërtoni jetën që dëshironi. Mjafton që të jeni pak më të qetë, mos i merrni gjërat me vrull. Dhe për ju do të këshilloj që të jeni pak më të tokëzuar, duke qenë se jeni një shenjë zjarri dhe detyrimisht mund të ndikoheni nga gjithë ky element zjarri i lartë në hartë. Gjithsesi dita e hënë e tutit, duke qenë se dhe dia do të kaluar tek shenja e tokës, e kemi më të thjeshtë për të qenë pak më të qetë, dhe për shenjën e shigjetarit në të vërtetë kalimi i diellit tek shenja e Temit do të thotë që jeni pak më tepër me këmbë në tokë dhe jeni më praktik, më efikas në jetën e përditshme. Ky është një ndikim shumë i madh pozitiv. Okej, në lidhje me shëndetin edhe ju duhet jeni shumë të kujdesshëm, veç ndikimet në përgjithësi kam thënë tek video që kam bërë për hënën e re, por gjithsesi për përsëris mund të kemi entje në këmbë, sidomos që nga beli e poshtë, domethënë, prandaj që të jemi shumë të kujdesshëm dhe mundësisht të hidratohemi siç duhet dhe të jemi mos e teprojmë edhe me lëvizjen fizike, do të jetë më e këshillueshme. Shenja e Bricjapit. Shenja e Bricjapit në këto momente është e sfiduar duke qenë se kemi fillime të reja, të cilat duhet të jemi 100% të sigurt për çdo hap që hedhi. Por, nga dita e hënë e tutit, pra duke filluar nga data 20 prill, duke qenë se dielli do të kalojë tek shenja e Demit, futem në një fazë ku jemi më tepër fat. Prandaj dhe të gjitha problemet që kemi në këto momente e kemi të thjeshtë nga dita e hënë e tutit që të gjejmë zgjidhje. Mjafton që ne në këto momente të jemi pak më të qetë. Duke qenë se po flasim për javën në vazhdim, faktikisht do të këshilloj që edhe këtë fundjavë të përdorni për të planifikuar pak a shumë se çfarë do të bëni gjatë javës në vazhdim. Duke qenë se edhe për ju do të futemi pak a shumë në fazën që është në këto momente tek shenja e shigjetarit. Pra do të vinë të gjitha mundësitë pothuajse njerëz. Dhe në momentin që nuk jeni të planifikuar, detyrimisht mund të humbasim, mos i kapni në momentin e duhur. Kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm në lidhje me çështje sentimentale, futen në një fazë shumë pozitive, edhe pse në këto momente jeni sepse Venusi është i vendosur tek shtëpia e dashurisë me kalimin e diellit këtu, edhe mundësitë që mendoni se ju kanë ikur nga duart në të vërtetë do të fillojnë që të rikthehen ose do të rishikoni edhe një herë dhe do të keni edhe mundësi që të krijoni diçka vërtet shumë herë më tepër efikase, të shëndetshme dhe që juve t'ju bëjë të lumtur. Që të argëtoheni është një nga kushtet më të rëndësishme, vërtet që duke qenë se kemi tyrësinë vërtet shumë të madhe në këto momente për të avancuar. Mund të harroni që do të shijuar edhe momenti, prandaj kjo është një këshillë që do t'ju jepja si gjatë kësaj fundjavë, po ashtu edhe gjatë gjithë javës në vazhdim, do të këshilloj që të argëtoheni pak më tepër, që të riktheheni tek marrëdhëniet të cilat ju bëjnë që të ndjeni si në shtëpinë tuaj, si në familjen tuaj, duke qenë se vërtet jemi në fazën ku mund të ndërtoni familje.
Prandaj dhe që të rikthenia së ndjenje ka shumë rëndësi në mënyrë që të kuptoni rëndësinë e saj. Në të kundërt, mund të jeni shumë të fokusuar tek puna, gjë që ju është në kodin tuaj. Mërtemi shenja e bricave vërtet që kur është puna për karrierën ose për avancimin e tyre, pra për të qenë suksesshëm, japin shumë më tepër prioritet se çfarë duhet në disa raste, por është fokusuar edhe tek gjëra të tjera që kanë rëndësi si familja apo marrëdhënie sentimentale, shoqëria, ka rëndësi gjatë gjithë javës në vazhdim, prandaj do të këshilloj që të bëni edhe këtë. Pra të socializoni pak më tepër dhe mbi të gjitha, që është një nga ndikimet më të mëdha pozitive, krijimi i të ardhur materiale, burimeve të reja për të ardhur materiale në këto momente është shumë efikase. Kemi mundësi të shumta që do të fillojnë që të hapen që nga ditë e hënë tutje madje. Dhe këtë mund ta bëni shumë thjesht duke bashkëpunuar në përgjithësi me kolegët tuaj ose me persona të cilët i keni njohur në një farë mënyre nëpërmjet punës tuaj, pra në jetën tuaj profesionale. Kjo do t'ju bëjë që edhe ju të ndjeni më të vlerësuar dhe si ridoj ta shihoni edhe më tepër suksesin kur të vinë në jetën tuaj, sepse do të shtoj shumë edhe njerëzit që keni rreth juaj, të cilët pak a shumë ju admirojnë. Jemi në fazën ku shenja e bricave vërtet ka fat, sepse po krijon diçka të re, bie më tepër në sy, mjafton që të jeni pakës më të qetë, të merrni gjithçka me moderitet dhe tjetra që të mos harroni të argëtoni. Shenja e ujorit. Kur kalojmë pas shenjës shigjetare në të vërtet, shenja qengela në përgjithësi janë me fat dhe shenja ujorit është një nga ato, por kjo është java e fundit që përballeni me sfida, duke qenë se drejtuesi juaj Urani është te grada e fundit të shenjës së Demit. Në përgjithësi kjo nxjerr probleme brenda familjes dhe brenda shtëpisë. Këto probleme nuk mund të thënë se janë shumë të mëdha, po tregojnë shumë thelbin e problemit që ju keni brenda vetes tuaj. Pra, se si mund të keni menaxhuar në mënyrë të gabuar këto lloj marrëdhënie, si ta keni tepruar për shembull me atë çfarë keni dhënë ose ta keni tepruar me atë çfarë keni marrë. Për këtyre si ridoj mund të keni prishur këto lloj balance. Në balancën e shëndetshme që mund duhet të ekzistojë midis këtyre marrëdhënieve, por fal kësaj keni dhe mundësi që të rregulloni. Duke qenë se duke filluar nga diela e tutit, do të kemi një uran tek shenja e binjakëve. Kjo për ju do të thotë që tashmë futen në një fazë ku e keni shumë më të thjeshtë të përdorni energjinë tuaj, duke qenë se Urani tek shenja e binjakëve ndihet shumë herë më mirë se çfarë ndihet tek shenja e Demit. Pak më tepër nuk krijon edhe krizat që krijon kur është vendosur te grada e fundit e shenjës së Demit, që do të thotë që keni edhe një fat shumë më të madh, jeni shumë më të qartë në idetë tuaja dhe mbi të gjitha kemi edhe hyrje në jetën tuaj të shumë individëve. Zgjerimin e jetës tuaj sociale në mënyrë që të kemi dhe krijimin e disa marrëdhënieve të cilat vërtet ju shërbejnë dhe ju bëjnë që të ndjeni shumë mirë. Në këto momente kemi edhe një vendosje tek shenja juaj që është Zhunoja, i cilin të vërtet sjell shumë fat për sa i përket çështjeve sentimentale ose më them për krijimin e familjes, për krijimin e martesave ose lidhjeve afatgjata, brenda të cilave ju në vërtet që ndjeni mirë, ndjeni të vlerësuar dhe madje mund të ndjeni pak a shumë si mbret në atë poltronin tuaj, pra koltukun tuaj. Është një vendosje shumë pozitive dhe shton shumë begati. Në çdo aspekt jetës, po sidomos për sa i përket lidhjeve sentimentale, është edhe më e vlefshme. Prandaj dhe e vetmja balancë që duhet të rregullohen çdo javë është brenda shtëpisë dhe familjes. Këtu është thjesht ta perceptoni se ku e keni prishur, sepse si e thash mund të sfidohen, do të sfidohen në të themi, por fal këtyre edhe ju do të kuptoni veten tuaj shumë më mirë dhe keni edhe mundësi që fal kësaj të jeni edhe personi i cili pak a shumë ka një farë autoriteti dhe si rjedhoj mund të rriteni shumë më thjesht në lidhje me karrierën tuaj, bëni shumë më të suksesshëm sepse jeni pak më realist në përqasjen dhe më praktik në përqasjen ndaj jetës, prandaj edhe bini më tepër në sy, zgjidhni shumë më thjesht problemet, pak më tepër që jeni persona të cilët i perceptoni shumë më mirë zgjidhje sepse jeni më tepër përparimtar se gjitha shenjat e tjera. Prandaj dhe shenja ujore gjatë gjithë javës në vazhdim ka mundësi që të shkëlqejë pak a shumë, mjafton që të dëshironi ta përdorni, por siç e thash, ky shkëlqim vjen nëpërmjet sfidave, sepse Urani është te grada e fundit të shenjës së Demit, prandaj dhe duhet jeni të vëmendshëm në çdo hap që jepni. Pra, ky është vetëm kusht. Në lidhje me shëndetin, normale, kujdes të gjithë, duhet jemi të gjithë kujdesshëm, pra edhe kjo. Dhe shenja e peshqve. Në këto momente shenja e peshqve është një nga shenjat e cila mjafton që të dëshirojë mund të bëjë gjithçka.
ka një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv, pavarësisht për shembull se ka kënde negative të gjitha planetet e tjerë, duke qenë se në të vërtet Neptuni që është drejtuesi juaj në këto momente ka kënde pozitive në pothuajse të gjithë planetet që ka rreth rrotë, ose është në tekim ose ka kënde pozitive. Por ju është shumë e thjeshtë që çdo problem që del në ambientin tuaj të gjeni zgjidhje. Mjafton që ju të dëshironi ta bëni këtë si gjë. Në lidhje me çështjet sentimentale, jeni shenjë që ka shumë fat, sidomos për të kuar lidhja afatgjata. Keni një pasion shumë të lartë për jetën, mjafton që mos vini prej e depresionit ose e melankolisë. Që në këto momente, të them të vërtetën, pavarësisht se ju mund të doni që të bini prej saj, është më tepër nga zakoni, pra mund të bini prej e melankolisë sepse keni zakon që të jeni në frymën e melankolisë, sesa çfarë jeni në të vërtetë, sepse në këto momente keni një aftësi vërtet shumë të madhe shëruese, pra mund të perceptoni botën me tepër ngjyrat, jeni shumë më të aftë për të shijuar jetën e të tjerë. Në lidhje me të ardhur materiale, kjo hënëre që ishte sot kishte një ndikim shumë të madh pozitiv sepse spastronte pothuajse çdo problem që mund të keni pasur në lidhje me krijimin e një begatie ose për të vlere e cila është e shëndetshme për ju, që deri në këto momente për shembull mund të ketë penguar një vetë vlerësim i ulët për të marrë të çfarë dëshironi, por pas kësaj keni shumë më të thjeshtë sepse siç e thash, ai perceptimi që ju keni në lidhje me vlerën është shumë më i shëndetshëm, prandaj detyrimisht do ta keni shumë më të thjeshtë pas kësaj edhe të merrni atë çfarë meritoni. Nëse dëshironi që të ndryshoni diçka, ky është momenti më ideal. Është e vlefshme për pothuajse në çdo aspekt, sepse në çdo aspekt në këtë moment e keni mundësi të ndërtoni diçka të re shumë më efikase, shumë më të shëndetshme, atë për të përpërsisht çfarë dëshironi në këtë moment mund ta bëni. Fuqia juaj e manifestimit në këtë moment është super e madhe. Mjafton që të doni ta bëni këtë. Pra përsëris disa herë sepse ky është realiteti dhe dua të nxjerr pak nga ajo fryma juaj pesimiste, nëse jeni aty. Në lidhje me shëndetin, është një periudhë ku të gjithë jemi të ndikuar dhe shenja e peshqve për fat të keq sistemin imunitar ka më të ndjeshëm se të gjitha shenjat e tjera, prandaj që të jemi të kujdesshëm, detyrimisht është kusht që të krijojmë disa rutina të cilat janë të shëndetshme, edhe kjo është kusht. Gjatë kësaj jave, mënyrën se si komunikoni, se si i thoni gjërat, ka shumë rëndësi, që mos themi fjalën e fundit në fillim, ka shumë rëndësi. Kjo është më tepër e vlefshme për të dhënë premtime që nuk jemi të sigurt nëse i mbajmë dot apo jo. Ndërkohë që për gjërat e tjera është shumë më e zbutur, siç e thash, mjafton që të jemi më realist, as optimist, jo, të jemi më realist. Në përqasjen e jetës është e mjaftueshme që gjatë kësaj jave të bëni atë çfarë ju dëshironi të bëni, pra të ndërtoni atë çfarë dëshironi të bëni. Shemi përsëri të hënën, dhe siç e thash, nëse dëshironi, më shkruani, do t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja ditën e hënë. Do të bëj edhe një story, sepse te Instagrami mund të bëj dhe pyetje, domethënë që mund të bëj story që të marr pyetjet tuaja. Për të gjithë ata që nuk më ndjekin, mund të më ndiqni edhe që atje. Do ta bëj që sot, do ta përsëris edhe nesër, edhe pasnesër, në mënyrë që të marr pyetjet tuaja, do t'ju përgjigjem të gjithave ditën e hënë. Okej. Shumë faleminderit të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri atëherë. Po. Faleminderit, natën. Pafshim.